Muaj më parë, Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me UNDP-n kanë organizuar fushatën Pyet komunën tënde. Shumë banor të komunës patën mundësinë që për disa ditë me radhë të parashtrojnë pyetje për zyrtarët komunal, por edhe për vetë të parën e Gjakovës Mimoza Kusari Lila. Ne ju ftojmë të ndiqni pyetjet e qytetarëve dhe përgjigjet që kanë dhënë qeveritarët për problematika të ndryshme. E los kryetaren që me kontribu për klubin futbollistik Vllaznimi, sa ata ka nevojë shumë për ju. Klubi futbollistik Vllaznimi është një klub cilin ne prej vitit të kaluar dhe këtë vit kemi kontribuar, jo vetëm në këtë klub, por gjitha klubet sportive. Është hera e parë vitin e kaluar dhe është përsëritur prapë këtë vit që ne kemi bërë ndarje të subvencioneve në mënyrë publike dhe transparente për gjithë përfaqësuesit e klubeve apo sportistët e komunës së Gjakovës. Përkundrejt faktit që vetëm këtë vit Komuna e Gjakovës ka arritur që të ndajë afër 50.000 euro për klubin e Vllaznimit, prapë këto nuk janë të mjaftueshme për një aktivitet normal dhe të mirëfill të këtij klubi. Ne në vazhdimsi kemi thënë që komuna duhet mos jetë pengesë e zhvillimit të klubeve, por janë kryesitë e klubit dhe sektori privat që duhet kujdesen ose duhet kenë interesim që të mbajnë një klub dhe natyrisht financojnë në mënyrë të mirëfill. Ne kemi një buxhet të limituar i cili dihet në baza vjetore sa është, hyjnë subvencionet jo vetëm për sport, por gjithashtu edhe për kulturë dhe rini, dhe është shumë e vështirë që prej atyre mjeteve dhe sikur gjithë ky buxhet i subvencioneve të shkonte edhe të kulturës edhe rinisë edhe sportit vetëm për klubin futbollistik Vllaznimi, prapë nuk do të ishte mjaftueshme për mbarvajtje të funksionalitetit të klubit. Andaj edhe një herë ju them se prapë mbetet përgjegjësi e klubit, gjithsesi kryesisë së klubit që të jenë më dinamik, më kreativ në ngritjen e fondeve, në gjetjen e mundësive të mbajtjes së klubit i cili është aq i dashur për gjithë banorët e komunës së Gjakovës. Që pse s'po ndërtohet trotuari në dy anë të rrugës prej shtëpisë Mallrave deri te stacioni autobusave. Komuna e Gjakovës në bashkëfinancim me Ministrinë e Pushtetit Lokal ka arritur marrëveshje për ndërtimin e trotuareve dhe shtizëve të biçikletave në pjesën përballë shtëpisë Mallrave. Arsyeja pse nuk kemi filluar shtrujën e trotuareve në këtë pjesë është se kemi objekte në ndërtim sipër dhe shtruja e kubzave në këtë pjesë këto kubza nëse shtrohen do të damtohen. Do të jemi në fazën e para tenderimit të trotuareve karshi shtëpisë Mallrave ose në pjesën e parkut qytetit apo ish kazermës të JNA-s, ku do të shtrohen shtazat e biçikletave dhe shtazat e trotuareve. Ndërsa në moment një informacion tjetër është më rëndësishëm që lidhet me këto staza është që në pjesën diku 200 metra larg në përbri shtëpisë Mallrave është një projekt i bashkëfinancimit nga Demos, nga Zvicra dhe Kuvendit Komunal Gjakovës, i ndërtimit rreth rrotullimit. Do thotë pas ndërtimit rreth rrotullimit në këtë pjesë qytetit dhe pas ndërtimit të stazave të biçikletave dhe stazave të këmbësorëve karshi shtëpisë Mallrave, do të pason edhe ndërtimi i trotuareve në anën për cilën flitet, për faktin se nuk është teknikisht e justifikueshme veprimi i tanishëm në këtë fushë. Në lagjën tonë rruga është shtruar, por ka shumë çajnë ndacak dhe brengosemi sepse gjatë natës fikuami për të dalur. Sa i përket problemit me qendrën ndacak, ju njoftojmë se në Gjakovë janë të evidentuar rreth 500 qendra ndacak në komunën e Gjakovës dhe është problem shqetësues. Sipas ligjeve të reja në fuqi dhe standardeve evropiane është ndaluar vrasja klasike e qenëve dhe macave. Ju njoftoj se është në parapërfundimit rregulloria për kushtet e mbajtjes së qenëve dhe macave dhe mënyra veprimit në rast të braktisjes apo humbjes së tyre. Ju njoftoj se ka kaluar në dëgjim publik, po ashtu ka kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa kjo rregullore dhe besoj që në mbledhjen e radhës të asamblesë e cila do të mbahet në fillim të muajit të ardhshëm do të kalon kjo rregullore e cila ligjërisht do ta rregullon çështjen e mbajtjes së qenëve dhe macave ndacake. Në të njëjtën kohë në këtë rregullore parashihet edhe sterilizimi dhe kastrimi, parashihet edhe eutanazia si formë e mundshme e menjanimit apo largimit të qenëve ndacak nga qyteti për kujdeses së tyre
Mi po të njëjtën kohë edhe kjo rregullohet dhe përcakton qartë mënyrën të drejtat e mbajtjes së qenëve e ndacak po ashtu edhe nga pronarët, përveç atyre të qenë të braktisur. Ma më rëmendja që mrena 2 muajve do të stabilizohet situata me qenë e ndacak dhe Unifresh është në procedurë të prokurimit edhe kompania cila do të mirret me këtë punë dhe besoj që mrena 2 muajve në fushën e sigurisë sa i përket të kësaj pyetje do të zgjidhet problemi. Kur ka në plan mi pastru Ernikin mas parës? Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me OJQ-n Bashkohë dhe ti dhe vullnetar do të filloj pastrimin lumit të Ernik nga data 22/5/2015. Kjo fushat do të vazhdojë deri në fund të sezonit veror. Plotësisht qytetarët kanë drejtë se një pjesë e lumit Ernik kemi bërllogje, kemi mbeturina inerte, organike e tjera. Përveç këtij aksioni i cili do ta marrim do thot me datën 22 dhe në vazhdimsi për pastrimin edhe të brigjeve të lumenëve, në kuadër të procedurave të prokurimit e kemi edhe tenderin për rënimin dhe bartjen e mbeturinave inerte. Nëse procedura zhvillohen sipas afateve kohore të përcaktuara, ma mërmendja që mrena 30 ditëve do ta kemi edhe kompaninë e cila do të fitoj këtë drejtë të rënimit të objekteve dhe menaxhimit të mbeturinave inerte në kuadër të kësaj fushë dhe do të fillojmë edhe pastrimin apo bartjen e mbeturinave inerte nga lumejt. Besojmë se shumë shpejt do thotë mrena 30 ditëve do të kemi një situatë krejt më ndryshe në lumin apo në brigjet e lumit të Ernik. Unë i adresoj kryetarës së komunës për ndriçimin publik, i cili ka kohë që është prishur dhe askush nuk ka ardhur të rregullojë atë. Sa i përket ndriçimit publik në lagjen Pjetër Bogdani, ju njoftojmë se ekipet për çdo ditë në terren janë 2 ekipe të cilat mirëmbajnë rrjetin e ndriçimit publik në qytet dhe në fshatra. Për secilën kërkesë qytetarëve edhe për rastin e lagjes Pjetër Bogdani, qytetari kishte qenë mirë me u drejtuar me shkrim te Drejtoria Shërbimeve Publike te sektori i ndriçimit publik. Ju njoftojmë se në Ketsi ka filluar ndrimin e shtyllave të ndriçimit të furnizimit me energji elektrike. Në disa raste ato shtyllat të furnizimit me energji elektrike janë shfrytzuar nga Drejtoria Shërbimeve Publike edhe për ndriçim publik, do të ato shtylla i kanë kryer 2 destinacione. Mirë po banorët në fjalë i premtoj se nëse drejtohet me shkrim, më mërmendet që këtë problem të ndriçimit publik të lagjes Pjetër Bogdani do ta zgjidhim. Komuna me pas një kinema të qytetit për të qenë se deri tash nuk kemi pas asnjë. Kinemaja e qytetit domethënë ekziston si objekt, por është i lëshuar për 10 vite me qira, ku i kanë mbet edhe 3 vite, domethënë deri në vitin, edhe 2 i bie deri në vitin 2017. Dhe me letrën që ja kemi dërguar për shkak se nuk i ka përmbush kushtet që ka pas për kinemanë e qytetit, ju kemi lutur që ta liroj objektin dhe për në hapësirë për 70% ku bën pjesë edhe kinemaja e qytetit. Dhe së shpejti pritet që të na liroj atë objekt që ta shfrytëzojmë ne si kinema që ka nevojë shumë qyteti dhe bën çdo ditë lutje që ta aktivizojmë kineman dhe gjithashtu nuk do ta shfrytëzojmë vetëm për kinema, por kemi shumë aktivitete të cilat ajo sallë do të na mundsoj ti kryejmë, si nga teatri kukullave, koncerte për fëmijë, një koncert më të vogël. Hapësira është shumë e mirë dhe do ta shfrytëzojmë si qendër multifunksionale. Në kadastrën e Gjakovës, 9 ulse gjendeshin e aty punonte vetëm 1 person. 9 kompjuter me 9 ulse 1 person punonte, radha ishte 20 njerëz që prisnin me radhë. Ndoshta është mirë që të ceken 3 gjëra. E para është që neve kemi krijuar një sistem të komunikimit në formë digjitale, çka do të thotë që nëpërmjet vetfaqes së komunës ata mund të adresojnë shqetësimet dhe ankesat e tyre. E dyta është që në secilin shalter neve kemi vendosur 2 numra të telefonit të cilët janë pa pagesë për të lajmëruar ankesat apo parregullësitë të cilat
punonjësit e komunës mund t'i paraqesin ndaj ofrimit të shërbimit dhe njëkohësisht në secilin është vendosur një njoftim që për çdo gjë të paqartë mund të drejtohen tek drejtori i drejtorisë përkatëse për ta lajmëruar rastin. Në lidhje me mos respektimin e orarit zyrtar nga ana e zyrtarëve në kadastër, unë besoj që sistemi i cili neve kemi apliku lidhet direkt me kompjuterin, çka do të thotë që e shiqojmë nëse kompjuteri është apo nuk është në funksion dhe njëkohësisht mund të vërtetojmë se punonjësit e cilët gjatë orarit të pauzës e kanë për obligim që mos ta shfrytëzojnë të gjithë pauzën, për nga ora 11 deri në 12 të jetë një grup dhe nga ora 12 deri në 1 të jetë një grup tjetër, çka do të thotë që për shkak të mungesës së punonjësve dhe numrit të vogël, të gjithë shallterat poshtë në kadastër nuk janë të drejtorisë së kadastrës dhe nuk ofrojnë të gjithë shërbimin, mirë po një pjesë është edhe e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Si është e mundshme 7 vjet me kry fëmijët tonë Gjakovës në shkollat larta, fakultete, edhe mes me gjithë. Papunësia në komunën e Gjakovës është një problem shumë i rëndë, që e ka përcjell komunën dhe natyrisht është vështirësuar sidomos në 10 vitet e fundit, kur janë tërhequr edhe organizatat ndërkombëtare humanitare që kanë qenë prezente në Kosovën e pas luftës. Komuna e Gjakovës, gjithsesi qeverisja e re, ka marrë nisër masash të cilat do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e punësimit. Në mesin e tyre është edhe hapësira për zonën industriale, e cilin po presim një vendim nga qeveria e Kosovës në mënyrë që komuna të ketë mundësinë e marrjes në qira afatgjate dhe promovimin e investimeve për të gjithë ata të interesuar në të investojnë në komunën e Gjakovës. Ne kemi themeluar zyrën për promovimin e investimeve, kemi përgatitur materialet, kemi ndihmuar dhe facilituar disa kompani në punësim. Gjithsesi kemi pasur rast tek kompania që tashmë ka filluar prodhimin e produkteve të tekstilit dhe eksportin e tyre për në Suedi, gjithashtu një kompani tjetër të cilët kanë ardhur drejt për drejt të kërkojnë tek ne ndihmë për punësim, shpalljet për punësim të cilat i bëjnë kompanitë private dhe kërkojnë ndonjëherë asistencën e komunës, bëhen edhe shpallje përmes kuvendit komunal. Gjithsesi e kuptoj brengën dhe do të mundohemi maksimalisht që viti 2015 të jetë viti i kthesës. Për të ndodhur kjo për komunën e Gjakovës në zhvillimin ekonomik, na duhen 2 vendime të cilat lidhen me qeverinë e Republikës së Kosovës, gjithsesi me nivelin qendror. Njëra përfshin edhe Agjencionin Kosovar të Privatizimit, ndërsa tjetra qeverinë e Kosovës në mënyrë që Gjakova të fillojë dhe të hyjë gradualisht në trendin e prodhimit dhe krijimit gjenerimit të vendeve të punës. Këtu duhet përmend edhe 2 institucione shumë të rëndësishme që sot ekzistojnë në komunën tonë. Është qendra multifunksionale Bonevet, që ofron mundësinë për ndërmarrësit e ri ose ata të ri që duan të krijojnë produkte të reja, të bëjnë këtë në një ambient shumë funksional të veçantë të llojit të vet në Ballkan, dhe qendra inovative, gjithsesi Jakova Innovation Center, e cila ofron mundësinë që ndërmarrësit e rinj të kenë një zyre ose hapësirë bashkë me ndërmarrësi tjerë ku mund të fillojnë biznesin e vet. Çka ka bëhet me teatrin? Sa i përket teatrit, më duhet t'ju them se e dini shumë mirë që teatri i Gjakovës është me një status të pazgjidhur, është një prej teatrove të para në Kosovë dhe ne presim ndryshimin e ligjit mbi teatrot, në cilin rast teatri i Gjakovës do të ishte teatri i dytë kombëtar dhe atëherë do të kishim një konkurs valid edhe për drejtorin e teatrit. Sa i përket aktorëve, më lejoni të rikujtoj që komuna e Gjakovës tash në një vit ka bërë pagesë, gjithsesi ka marrë si ndihmë apo subvencion për 4 aktorë të cilët janë pensionuar dhe që kanë qenë doajen të teatrit të Gjakovës, me pagesë mujore, ka qenë edhe një informatë e cila ka dalë publike dhe për këta të 4-tit do të thotë në mënyrë që të mos ballafaqohen me një varfëri të kaqshme, komuna e Gjakovës ka siguruar një pagesë mujore. Bazari Namazgjojit, se nuk bën aty parking, masi mbu kafiqat edhe krejtërit janë atë, është e nevojshme një parking atë. Parkingu te Namazgjahi është të vlerësuar sidomosdëshmëri edhe nga ana jonë. Ne vetëm kemi angazhuar ekspert të fushës për të bërë fizibilitetin se cila është forma më e mirë e sistemimit të parkingut për atë zonë të qytetit. Përveç faktit se si Namazgjah, gjithsesi si hapësirë e cila tashmë ka tërheq ndërmarrës të rinj të hapin kafiteri dhe më vonë do të jetë edhe në funksion të pazarit ditor, ne gjithashtu e vlerësojmë si një hapësirë strategjike e qytetit për shkak se lidh pjesën e vjetër me pjesën e re të qytetit. Duam të krijojmë kushtet e parkingut në mënyrë që të parandalojmë kalimin e automjeteve, do thot për ata që vinë të vizitojnë Gjakovën, prej kësaj pjese do thot në pjesën e vjetër qytetit, në pjesën historike dhe më tepër pjesën historike të qytetit ta lëmë përkëmsor përderisa të ofrojmë mundësi të parkimit në mes ose në pjesën e re të qytetit.
Se shtëpiat i kanë kriju këto muret, e tyre deri në fund trotuarit edhe nuk ka kur fare hapësirë për me kalu njerëz. Është e vërtet që ka mjaft hapësira në qytetin e Gjakovës ku ka mungesë të trotuareve apo hapësirave lëvizje shtesë, qoftë për biciklista apo qoftë për këmbësor. Ne po mundohemi që të bëjmë një incizim të mirëfillt dhe bashkë me drejtorin e shërbimeve publike dhe drejtorin e urbanizmit të përcaktohen qoftë në aspektin e rrugëve një drejtimshme, por gjithashtu edhe alternativa rrugëve, hapjes së rrugëve alternative. Në veçanti në pjesën e vjetër apo pjesën e parë qytetit, qoftë në lagjin e vjetër, mahallën e Hadumit apo rrugën e Qabratit, ku dihet që qysh prej kohësh, domethënë shtëpitë janë ndërtuar menjëherë në afërsi të rrugës me mure, përderisa edhe hapësirat tjera janë të limituara. Në momentin kur do të kemi lëvizje të rregulluar të automjeteve në një drejtim, atëherë do të ketë mundësi të hapësirave shtesë që të paktën të sigurohet dhe të shenjëzohen ato pjesë të hapësirave që do të jenë më të sigurta për këmbësor apo për biciklistë. Ky pra ishte materiali përgatitur nga UNDP me përkraje të komunës së Gjakovës e që ju të nderuar shikues patët mundësi të ndiqni se cilat ishin pyetjet që patën banorët e komunës së Gjakovës për zyrtarët komunal. Faleminderit për vëmendjen.